nga skuadra që me krenari quhet Tirana e Madhe, me Renato Kurtin si trajner kryesor, është vetëm 19 vjeç, ka 6 fitore, vetëm një humbje, vetëm një barazim, 2 nga fitoret i ka me knockout, 19 vjeçari e ardhmja e boksit të peshkve të rëfnak. Nga Tirana, Kristi Pungu! Do të ketë përballë një kundërshtar edhe më të vogël se ai, vetëm 17 vjeç, me 5 fitore, 2 humbje, më shumë se 90 kg. Ai vjen nga Durrësi, nga Titan Spaj, ai është Aden Izufi! Do t'jetë një tjetër ndeshje, një tjetër luftë, shpresoj me bukur, me 3 raunde nga 2 minuta. Mos i ndani syt nga ringu, sepse këtu vetëm një grusht dhe ndeshja mund të mbaroj në çast. Boks! Qetë, ashtu me mërëjtë, si stash profesori, me mërëjtë, qetë, Krist, qetë, do në djatë gjuhët fare. Bravo. Këtës, super plas, Kristi, maj me sërinë, Kristi, s'du për plasë. Ashtu e buke, ullë pak me betë, qatë djatë, bravo, pak me betë. Mos është ty, Kristi. Aty, Kristi, po jo, mos u afro. Kristi, po me gjo profesorin. Shumë mirë mërojtja, aty. Drejt, Kristi, drejt. Poshtë, Kristi, poshtë, abrekuta të barkët. Krist. Kristi, me gjo pak profesorin, mes ringut, Kristi. Mes ringut aty me drejta. Bravo, ashtu. Kuda! Hajde! Shumë mirë. Stop! Majtë djatën, mu shumë e frënë, s'ke po, mu shumë e frënë. Ashtu, unë e pak dhejtë. Bravo, edhe ja, aty e duke. Ashtu, në zirë. Gret duhet, po sa hojnë majtë. Më gret duhet, Krist. Bravo. Gret duhet. Kristi. Jo shumë gëtë dite, bëjtë zartë, maroj raundi parë, maroj. Shkurte ato! Poshtë. Bravo. Gurtë lartë, maroj, drejta. Bravo. Spiroj qarë. Pado, na poshtë, 1-2-3. Bëj një gjysapja, krasa të të majtë. Majtë në drejtë të më shpesh, po erba në një herë tani do të bëjmë edhe qika të në lartë. Po ta bësh atë së gjithë binu, të ndash turin, nuk gjela jo këtë me amandë. Oke? Kemi në turës, po e sëna, do të me ngrisë që ka të e kabe dhe njësë. E kabe dhe një për njësë. Këto me sërinë. Dhe vizë. Ti të shi, ti. Bravo. Grej durë. Bravo. Hajde, Stop.
Kristi, drejt besniku ty tash 1, 2, 3. Mu shumë e frymë, po me drejta, Kristi. Djatë të drejt, bravo. Ashtu komandore. Bravo, poshtë. Kristi, ti me drejta, jo me trup. Bravo. Ti, Kristi. Stop. Mu shumë e frymë. Kristi, o Kristi, djatë drejt, majtë këshet, djatë drejt. Jebe t'japë të majtë. Bravo, Hajde. Futu që aty. Kris, djatë të drejt. Bravo, e bukur. Stop. O Kris. Mas fol, drejt duhet. Maj drejt djatë kjo shaj, Kris. Bravo, e bukur. Stop. Më shumë. Hajde Kris, puno pak më shumë. Box. Kris, puno pak. Bravo! Ha, Kris, ha. O Kris. Hajde mos vërdo dhe o Kris, ha, bravo. Mos e afro shumë me tru. O Kris. Dhe duhet. Box. Hajde, mo. Ha, puno poshtë. Dajte më rëndim sekonda. Bravo! Randën e parë, me pike ka unë, duhet të marim të tretin da një gjyti dhe preskonë që të shuar. është I lodhë. Luft, nuk kam mbaroj të jetë maksimum një tonë. Edhe nuk kam parë apo më një zep edhe operën nga da. Po jo mos të visla, nëse këtu nga poshtë mëla. Heq! Box! Oja është jo. Vaj, pritë më Krispa, pritë, nuk të shkukë, pritë. Ha, bravo, pritë. Bravo. Puno dhe poshtë, Krispa. Puno të më shkushta, poshtë lata. Puno e qikë më. Poshtë lata. Bravo! E durë. O, Krispa. Poshtë lata. Kristi, po ne duhet të shkosh me mua, po në drejtë. Po pse shkon poshtë? Bravo! Stop! Kërës nga nga dhamë Vamos, dike në të parë, Kristi. O Kristi, po 1 minutë boksë, po më durë të artë. Në më drejtë, s'ke në vojtë, pse më plasë me kohë. Mu shumë e fërë, 1 minutë boksë është më të kejë, no Kristi. Box! Bravo! Stop! Stop! Box! Në më rëtë në poshtë kur po uli kohë. Poshtë. Hajtë më toshtë tyre! Tyre puno! Jeshtë e të nga durë të tuja, puno! Hajde, Kristo, drejta, ha, bravo! Hajtë! O bolë në Puno poshtë, po spriko! Vemër du! Puno poshtë, ha, puno drejta! Ape! Bravo! Lërë aty një tarë puno, hop! O Kristi, 30 sekonda boksë, maj dur plak! Aty në poshtë! Hajde, ha, ti të shi! Bravo, hajde, poshtë, puno mërë poshtë je! Ha, puno! Pollo, edhe njëra për Ti, dur plak, po s'lur durët, ha! Hajde, ti të shi, ti të shi! Puno poshtë, se marojë, 10 sekonda, o Kristi! O Kristi, 10 sekonda, dur plak! vazhdoj! Ashtu si që kemi parë, miq,
ka qenë një ndeshje e bukur, një ndeshje e rëndë, të dy nuk e kanë kursyer vetën, kanë dhënë maksimumin, por këtë ndeshje e ka fituar këndi i kuq, Adeni Sufi. Aden, e di që është e lodhshme, sidomos për ju që jeni me 12 pisona. Jeni pesherë dhe argjëni shumë benzinë. Si ishte ndeshja? Ndeshja ishte shumë e mirë, e kisha pritur të se kam subitur shumë fort për këtë qast të shi. Një falenderim kundërshtar, edhe falenderoj shumë profesorin tim Leli Gega. Një dorë trokitje për fituesin Adeni Sufi. Kristi, juve jeni pak në Shqipëri, pak të pesha veterana. Me siguri që do kesh rastin që takohesh sërish me Adenin. Patjetër. Është ndeshje e fortë. Falenderoj profesorin tim. Isha kopa servite. Do shifemi prapë. Në kundërshtarën. Faleminderit. Shumë e bukur, një dorë trokitje për Kristi Cukon dhe Renato Kurti nga Tirana e Madhe, skuadra nga Tirana.